Përshëndetje të dashur miq, sot do të përgatisim së bashku tiramisu me boronica. Fillojmë me përgatitjen e reshelit të boronicave. Marrim tiganin e vëmë në zjarr edhe I hedhim boronicat brenda. 600 gram boronica. I shtojmë 1 gotë ujë. Hedhim edhe 1 gotë sheqer. Edhe lëvuar një limoni. Dhe lengon e gjysmë limonit. Kulloj lengon e boronicave që do të na duhet të kalojmë biskotat savajar brenda. I shtypim pak boronica. Ka marrë 1 gjysmë gotë ujë edhe 1 lugë niseshte. I përzim së bashku dhe hedhim në reshel që të trashët. Kemi marrë një enë dhe do të përgatisim kremin e tiramisus. 540 ml krem pana. I shtojmë 1 lugë vanilja edhe 2 lugë sheqer pluhur. Shtojmë edhe 250 gram krem mascarpone. Kremi është gati e tani do të hedhim gjysmën e reshelit. Dhe përzim. Marrim biskota savajardi, tu kemi lengun e boronicave dhe tepsinë. I kalojmë biskotat në leng edhe I shtrojmë në tepsi. Mbasi kemi shtruar shtresën e parë me biskota, hedhim kremin. Kemi shtruar shtresën e parë të kremit dhe vazhdojmë prapë me biskota. Dhe hedhim kremin. Tiramisu me boronica është gati. Do ta vëmë në frigorifer për 2 orë. Tiramisuja ka pushuar, e kemi heshur nga frigoriferi, e tani do t'i hedhim reshelin nga sipër. Të dashur miq, kjo është reseta për sot, shihemi në videon tjetër.